Kryetari, po që ke këtë kërcënimin që i bën deputetëve? Nuk kam asnjë kërcënim. Po çaj ke? Ju folët për procedurë, kaluam tani në prezantim, votuam, keni pyetje për projekt ligjin apo jo? Zonja, po kam Keni pyetje për nismëtari ministrin Balla që do prezantoj? Për ministrin Balla kam një pyetje. Mbi projekt ligjin. Po, mbi projekt ligjin e kam. Kur rregulloria e kuvendit thot në seancë plenare projekt ligji shqyrtohet në praninë e ministrit kundër firmues të tij në Këshillin e Ministrave. Ju a përsëris që zëvendës kryeministria nuk është sot dhe nuk do jetë në seancë? Ju lutem, tani mos vazhdojmë se jam dakord me atë që halle kjo dynja, po hallet tua janë çuditshme. Me gjithë ato që ju ka ndodhur, zoti Noga ka hall kush do jetë kryetar kuvendit se ndoshta e ëndërronte vetë. Ju keni kush do ta prezantoj projekt ligjin, unë nuk e kuptoj. Zoti Bardhi, ju respektuam, ju dëgjuam, bëni pyetje për projekt ligjin. Për projekt ligjin. Pa ka mundësi të lutem mos ndërhysh ndërkohë që unë flas? Për projekt ligjin. Po ke marrë huqet e Ermonelës. Nuk përgjigjet zoti Balla për rregulloren e kuvendit e keni aty. Zonja kryetare, të paktën ngriu në lartësinë e zonjës Nikolla. Ti aty po sillesh një lloj si Ermonela Fela. Nuk jeni në pozitat na tregoni lartësitë nga gropa ku keni rënë. Tani do përgjigjeni, do pyeni pyetje për projekt ligjin apo jo? Tani Bataku mos ma tregon mua se do bëni zoti Bardhi, do bëni pyetje për projekt ligjin. Po do bëj. Është gati ministri për tu përgjigjur. Dhe do prezantoj projekt ligjin. Nuk është ministri, nuk e sjellim dot, nuk është. Shtyje projekt ligjin. Se duhet vi t'japi llogari për sektorin e energjisë. Ne respektojmë rregulloren dhe nuk i përzëm dot deputetët nga kuvendi. Faleminderit, e kuptova pikën tuaj për procedurë. Përgjigjen e morët. Doni të diskutoni për projekt ligjin? Po. Doni të flisni për performancën energjetike të ndërtesave për qytetarët apo jo? Ne dhe kjo sallë dhe ky kuvend dhe kjo rregullore na kërkon që të diskutojmë. Tani mund t'i jepni mundësi ministrit ta bëjë? Zonja kryetare e kuvendit edhe një herë se ndoshta juve nga që flisni nuk të dëgjoni. Sipas rregullores dhe procedurës ligjvënëse në këtë kuvend, do duhet patjetër që kur shqyrtohet një projekt ligj të jetë ministri kundër firmues i tij në Këshillin e Ministrave. Ne kemi shumë çështje për ngritur për sektorin e energjisë, duke nisur nga aferat e sektorit të energjisë. Dhe zonja duhet jetë në seancë plenare për të përgjigjur. Ministri ka votuar me vërtet, ka votuar ministri kulturës, ka votuar ministri arsimit, po nuk kanë lidhje me sektorin e energjisë. Ne do duhet bëjmë debat mbi sektorin e energjisë, mbi projekt ligjin, prandaj rregulloria ka përcaktuar se Taulanti e lexon fjalinë e parë, po le dytën, se kështu e ka zakon. Pra gënjen dhe mbi rregullorin e kuvendit. Rregulloria e kuvendit e kërkon taksative prezencën në seancë të ministrit që ka kundër firmosur projekt ligjin në Këshillin e Ministrave. Është neni 73.1. Ju ftoj ta lexoni dhe të respektoni procedurën parlamentare të shqyrtimit projekt ligjeve. Është kaq e thjesht kërkesa e opozitës. Nëse zonja ka një punë më të rëndësishme se sa kuvendi i Shqipërisë, në fakt puna e vetme është ndodhet fjerë, po falenderon grupet kriminale, se janë shumë atje që i kishte Mirë, kjo tani s'ka lidhje me procedurën. Në fushat, kjo nuk është punë shtetërore. Ju asjaruam rregulloren dhe traditën e kuvendit, ju dëgjuam zoti Bardhi. Tani ministri Balla, ju lutem paraqitjen e projekt ligjit. Mojzoj, ka procedurë kuvendi. Ka procedurë kuvendi. Ka kërkesa, çfarë thotë moj? Çfarë thotë moj? Unë ai fjalën po nuk promovon Rama këshumi, po harroje, nuk promovohesh dot kështu. Nuk ja zë dot vendin Velës kështu, jo. Nuk ja zë dot vendin Velës kështu.